Kërkesa vetëm është mbrojtja e kushtetshmërisë dhe ligjshmërisë dhe vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne jemi sistem parlamentar, askush nuk mund të udhëheq me autokraci ose me diktat, sidomos mbi deputetët që nuk i nënshtrohen asnjë lloj detyrimi dhe i përgjigjen vetëm qytetarëve, votuesve dhe subjekteve të tyre politike. Nuk do dëshironim që të ketë humbje kohe më tutje, qytetarët kanë humbur shumë. Kjo blokadë, kjo ngerë shkapja institucioneve, dami që është i bën aspektin ekonomik, humbja e fondeve, to e kanë një adresë. Kjo adresë është Zoti Kurti edhe ballafaqimi i tij, me thënë me vetën se sa me realitetin e ri pas zgjedhjeve të nënshkutit. Po shkelje rregullore së punës së kuvendit dhe shkelje kushtetuese, ne nuk mund të hym në diçka pa e pas një interpretim, sepse atëherë bëhem shkelës për shkak të një dëshire të dikujt tjetër. Nën kryetarët janë procesi ndam, kjo është kryesia e kuvendit, ne dëshirojmë të quajmë ka herë edhe nën kryetar, por është kryesia e kuvendit dhe i takon edhe një farë mandati administrativ më shumë se sa politik, se pjesa politike, burimi politik është nga grupet parlamentare dhe nga deputetët që bëjnë numrin e 120 deputetë. Deputetja Axheu nuk i ka marrë gjërat e një vota në disa votime ose në disa runde. Unë pra po e them, ajo nuk i ka marrë, disa herë ka dështu emri i saj si e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Tash ne nuk mund të bëjmë këto teste dhe nuk mund të bëjmë lojë fjalësh. Ne kërkojmë zgjidhje dhe zgjidhja na takon në atë që tash është edhe e shkruar si vendim i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës.